Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, ashtu si dini që jemi në muaj Muharramul Haram. Dhe dërgu Allahu xhalla shanu ka thënë afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Agjerimi më i miri pas muaj Ramazanit, agjerimi muaj Allahu xhalla shanu Muharramit. Dhe dim që para sa bëhet farz agjerimi muaj Ramazanit, ishte agjerimi Muharramul Haram ishte farz. Agjerimi vit Muharramul Haram ishte farz. Edhe thot shokët Profet sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi farzi Ramazani atëherë, Allahu xhalla shanu dërgu Allahu xhalla shanu nuk na ka thënë për agjerimi Muharram. Domethënë ka është hequr detyra e agjerimit. Ka ngelur agjerimi në fila. Pastaj kur erdhi dërgu Allahu xhalla shanu në Madina, ka pa njerëzit Madina që janë duke agjeruar. Njerëzit Madina, domethënë jehudet. Edhe ka pyetur që pse po agjeroni ju? Edhe thanë ne agjerojemi këtë muaj pse Allahu xhalla shanu në këtë ditë. Hadha yawmun azim. Kjo është një ditë shumë i madh. Qad anjallahu fihi Musa wa qaumahu min Firaun. Që Allahu xhalla shanu ka shpëtuar në këtë ditë Musa alayhi salatu wasalam dhe qaumin e tij. Wa gharraqa Firaun wa junuda. Dhe Allahu ka përmbytur Farani dhe ushtrinë e tij. Fasamahu Musa shukran. Atëherë Musa alayhi salam ka agjeruar për falënderim Allahu xhalla shanu, fa nahnu nasumu. Edhe ne po agjerojemi. Atëherë dërgu Allahu xhalla shanu ka thënë fa nahnu ahaqqu awla bi Musa minkum. Ne meritojmë më shumë të praktikojmë ndjekim Musa alayhi salatu wasalam nga ju. Se ju keni ndryshuar shariatin Musa alayhi salatu wasalam. Dhe dërgu Allahu xhalla shanu ka agjeruar dita 10 Muharram. Edhe pastaj ka thënë nëse Allahu mua ka lënë gjallë, domethënë kam patur jetë, atë vitin tjetër unë do agjeroj edhe datën 9. La in baqitu la asumanna at-tasi'a. Nëse unë gjallë do agjeroj edhe dita 9 të Muharram. Se të mos ngjahemi me jehud. Prandaj fuqaha ka shkruar edhe muhaddithinët që ne duhet agjerojmë ose 9 dhe 10 Muharram ose 10 11 Muharram bashkojmë një ditë tjetër të mos ngjahemi me jehud. Agjerimi 10 Muharramul Haram ka shpërblimi që falet gjunahet vitit kaluar. Edhe duhet agjerojmë dhe nuk duhet të vrasim mendja nëse vin dita